Ka hjeni së Omer kështu. Kusht ka në rëvëzu. Prej kujt po shkoj me marr hak në këtë gjendje kështu. Tha jam duke dëshiru më shku tek ky njeri, i cili e përçojti bashkësinë tonë, i cili futi mërzi dhe pikëllim mes nënës, babës dhe bijve. Tha, e ke përçelli Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Tha, po. Dhe ky njeri kur e ndëgjoi që Omer është të shkuar drejtim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, u rënqeth dhe tha, pas ka me pas një ditë të vështirë, ballafaqimi me Omerin nuk është i lehtë. Dhe në ato momente, desha Allah azza wa jall ju kujtu atij një po them rrugdalje sipas tij. Tha, Omer, ai që ti e duke shku në drejtim ti është i largët nga te. Ti ki në familjen tonë disa njerëz që e kanë lëshu fejën e babës tënë, Khattabit, edhe të babgjyshit tënë, Nufejlit, dhe kanë hy në këtë fejën e re. Shko ma mirë me familjarët e tu, sa mirë është me, po thëmë kushtimisht me njerëz të halkët. Unë dalë Omeri tha, në familjen tem, ka dikush e ka pranu këtë fejë të re dhe e kalon fejën e para arzve, e kapi që thojnë përfytje dhe i tha, kush është? I tha, dhondër jotë, Said ibn Zeidit dhe motër jotë e Fatimeja. Omeri radhiyallahu në atë moment u skoq edhe më shumë dhe e theu rrugën dhe shkoi tek shtëpia e motrës vet dhe dhondrit apo te shtëpia e Said ibn Zeidit. Ky njeri që e kishte takuar në rrugë Omeri radhiyallahu anhu, ky kishte qenë musliman, po e moti dobia më e madhe apo dëmi më i madh, cila është? A është dëm më i madh që shkon tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe të ballafaqohet e Allahu alem ka mundësi që edhe po fizikisht e dëmton Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, apo të shkon tek motra e tij edhe tek dhondri i tij e që ka mundësi edhe aty shkakton Omeri radhiyallahu anhu trazir dhe problematik, por është më e vogël dhe domi është më pak se sa në rastin e parë. Shkoj atje. Por Allahu azza wa jall udhëzimin e kesh përgatit që ta gjenë Omeri në shtëpinë e Said ibn Zeidit.